Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nuk duhet i konsumoni kur këto 3 ushqime nëse jeni mbi 40 vjeç. Me kalimin e kohës, metabolizmi ngadalësohet, që do të thotë se shtimi i kilogramëve është më i lehtë dhe humbja e tyre. Edhe pse shumë faktorë si aktiviteti fizik dhe gjumi luajnë një rol kyç në shëndetin metabolik, dieta është padyshim një nga faktorët edhe më të rëndësishëm. Shumë nga ushqime komode dhe të paketuara që ne konsumojmë çdo ditë përmbajnë përbërës tepër të dëmshëm, të cilët munden të nxisin inflamacionin, të ngadalsojnë gjithashtu metabolizmin dhe në fund të çojnë në shtimin në peshë. Kjo është arsyeja pse ekspertët e të ushqyerit kanë paralajmëruar personat mbi 40 vjeç që të shmangin këtë ushqim. Ushqimi i shpejtë. Edhe pse shpesh është zgjedhja më praktike në një ditë të ngarkuar, ushqimi i shpejtë mundet që të ngadalsojë metabolizmin në një plan afatgjatë. Vaktet e ushqimit të shpejtë janë gjithashtu të pasura me yndyrë, me natrium dhe gjithashtu me vajra jo të shëndetshëm, të cilët munden që të çojnë në shtimin në peshë. Obezitet, sëmundje kardiovaskulare dhe gjithashtu goditje në tru, paralajmëron dietologja Jess Feder. Përveç kësaj, përbërësit shumë të përpunuar në ushqim fillojnë edhe treten shpejt, gjë që mund të rezultojë në një ulje të efikasitetit metabolik. Përbërësit në ushqimet e ushqimit të shpejt janë shumë të përpunuar, të rafinuar, dhe kjo është arsyeja pse ato treten shpejt dhe mund të çojnë në një ulje të metabolizmit. Ushqimi i rastësishëm i hershëm nuk është i dëmshëm, por është gjithmonë më mirë që ju të zgjidhni opsione sa më të shëndetshme, si për shembull një sallatë me salcë anash. Patatet të skuqura. Patatet e skuqura janë një nga ushqimet më të famshme jo të shëndetshme, krokante, të kripura dhe gjithashtu për fat të keq, plot yndyrë. Shumica e patatinave skuqe në vajra jo të shëndetshëm dhe shumë krip, gjë që i bën ato jashtëzakonisht të larta në kalori dhe gjithashtu të pasura me yndyra të pashëndetshme. Përveç kësaj, patatinat nuk kanë pothuajse asnjë vlerë ushqyese sepse nuk përmbajnë fibra që ndihmojnë në arritjen e ngopjes dhe parandalimin e teprimit, thot konsulentja ushqimit dhe humbjes së peshës Joanna Ven. Ushqimet e ngrira dhe të gatshme. Alternativat më të shëndetshme përfshin patatet të skuqura me perime ose patate të ëmbla, të cilat janë më të dendura nga ana ushqyese dhe një zgjidhje e mirë për ata të cilët duan të mbajnë një peshë të mirë trupore. Ushqimet e gatshme shpesh përmbajnë një sasi të madhe yndyre dhe krip, të cilat përmirësojnë shijen dhe zgjasin gjatësinë e ushqimit, por në të njëjtën kohë munden që të kontribojnë në shtimin në peshë, presionin e lartë të gjakut dhe gjithashtu sëmundjet e zemrës. Vaktet e gatshme të ngrira zakonisht përmbajnë sasi të larta yndyre dhe krip për t'i bërë ato të shijshme dhe të zgjasin më gjatë. Këto sasi mund të çojnë në shtim në peshë, presion të lartë të gjakut dhe sëmundje kardiovaskulare, shpjegon Feder. Përveç kësaj, vakte të tilla shpesh kanë edhe vlerë të ulët ushqyese dhe shumë kalori boshe. Ky ushqim përmban pak vitamina, minerale dhe lëndë të tjera ushqyese për të cilat organizmi ynë ka nevojë, ndërsa është i pasur gjithashtu me aditiv të tjerë ushqyes pa vlera të tilla të shëndetshme, të cilat mund të kontribojnë gjithashtu në shtimin në peshë edhe probleme të tjera shëndetësore. Një opsion i mirë është gjithashtu edhe përgatitja e ushqimeve në shtëpi paraprakisht dhe ngrirja e tyre, në vend që të mbështeteni në versionet e përpunuara. Pas moshës 40 vjeç, metabolizmi ngadalsohet dhe hormonet ndryshojnë, jap se ndër më të rëndësishmit për të bërë fillimisht
është ndryshimi i dietës ushqimore duke përzgjedhur ushqime të cilat falë përmbajtjes së tyre të lartë në fibra, mundet që të kthehen në aleatin ton kryesor të mirëqenies trupore, por edhe asaj mendore. Avokado. Duke konsumuar avokado, ju do të arrini që të përmirësoni formën fizike pasi mban nën kontroll oreksin. Studimet të shumta vlerësojnë se avokado ka efekte tepër pozitive në dietën tuaj ushqimore duke e bërë edhe më të ekuilibruar, teksa me konsumin e tij trupi ynë furnizohet me shumë lëndë ushqyese sikurse janë vitaminat K dhe E, fibra dhe gjithashtu kalium. Lakra. Kur vjen puna për të furnizuar me lëndë ushqyese të shëndetshme, lakra ka shumë pak rival. Në këtë kuptim, ajo është një ndër lëndët ushqyese më të shëndetshme dhe të rëndësishme, pasi përmban acid alfa-lipozoik, antioksidant i fuqishëm i cili ndihmon në transformimin e glukozës në energji dhe mbajtjen e trupit tuaj në nivele të qëndrueshme të sheqerit në gjak. Madje një studim i zhvilluar nga Universiteti Maryland ka zbuluar se kjo substancë redukton gjithashtu rrezikun e diabetit, iktusit, glaukomës dhe patologjive të tjera. Dredheza. Sikur evidentojnë studime të shumta, në moshë të mesme rreth 40% e problemeve me tretjen fillojnë dhe të rriten duke u bërë gjithnjë më të shpeshta, sidomos edhe tek gratë. Shkaku kryesor mendohet se mundet që të jetë dieta e varfër në fibra. Kjo është një ndër arsyet sepse ne ju këshillojmë t'i bëni pjesë të dietës ushqimore pasi vetëm një filxhan dredheza në ditë furnizon organizmin tuaj me 8 gram fibra. Thjerrzat. Thjerrzat janë një pjesë e familjes së bishtajoreve dhe janë shumë të pasura me fibra dhe cilësohen si ushqim ideal për të përmirësuar funksionimin dhe ndihmojnë në tretjen e ushqimit. Fal fibrave dhe mineraleve të shumta, thjerrzat ndihmojnë në parandalimin e kapsllëkut dhe çrregullimeve të aparatit tuaj tretës. Arra. Dihet që arrat, si edhe bajame dhe lajthit, janë një burim i shkëlqyer i acideve yndyrore omega 3, të domosdoshme për një funksionim të duhur të qelizave të trurit dhe gjithashtu neurotransmetues përgjegjës për humorin. Megjithatë, ky frut është i dobishëm dhe duhet të konsumohet në sasi të moderuar dhe në gjendje të papërpunuar sepse është shumë kalorik. Nevoja ditore për acide yndyrore omega 3 i plotësojnë 7 arra të plota në ditë, që më mirë është të konsumohen në mëngjes me drithra. Vaj i ullirit. Duke qenë gjithashtu i pasur në vitaminë E, ai ndihmon në mbarvajtjen e procesit të plakjes dhe për këtë është i domosdoshëm për të moshuarit. Mbron stomakun nga ulçera dhe gastriti, po ashtu mbron mëlçin nga çrregullime dhe infeksione të ndryshme. Persona që konsumojnë 2 lugë vaj ulliri në ditë kanë një rënje të nivelit të kolesterolit në gjak dhe ngritje të nivelit të substancave antioksiduese në gjak, të cilët gjithashtu kanë një efekt tepër pozitiv në mbrojtjen e zemrës, ul presionin e gjakut dhe gjithashtu ndihmon në terapinë e hipertensionit. Mirëpo, duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçe të përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre produkteve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.
Në qoftë se gjendja juaj zgjat në kohë dhe këto receta nuk po funksionojnë, atëherë patjetër ju duhet të paraqiteni tek mjeku juaj për të marrë këshillimin e duhur.